Arta, unë ke tregova më herë, po edhe më lidhjen direkte kur ka qenë edhe Sabedini banori i kësaj lagjeje. Do të thot, e ka tregu pjesën me problemin e shtyllave elektrike, sepse janë të vendosura në mes të rrugës, edhe e kanë të vështirë edhe këtu banorët të dalin me veturat e tyre, sepse ja e shihni vetë me pamje sa bukur e kanë vendosur, sepse gjithmonë them ne kosovarët, shqiptarët tash po bëj edhe në dallimin se Edi Rama na ka thonë Kosovar, na kosovarët jemi pak kreativa. Qa po thushte? Jemi, edhe në mendoj se jemi. Vendosur shtylla elektrike. Po mendoj se po na detyrojnë diona, po na detyrojnë rrethonat me qenë kreativ, se për kësaj lloj kreativiteti është i pejzorit, kështu kreativitet pejzorit, jo pse duhet apo pse jemi në raste të tilla.